Situata e çmimeve në vend ka marrë linjat e stabilitetit dhe shkak për këtë është bërë më së shumti hyrja në treg e artikujve sezonal bujqësor. Pas disa muajsh rritje të vazhdueshme të çmimeve, gjatë muajit qershor inflacioni është duke u afruar normalitetit. Lajmi konfirmohet nga Instituti i Statistikave, i cili ka konstatuar me të dhënat e publikuara se gjatë muajit qershor kostoja e jetesës në vend ka pësuar rënje. Sipas të dhënave të Instat, këtë periudhë inflacioni arriti në 3.9%, duke shënuar një rënje prej 1.1% kundrejt muajit të mëparshëm. Sipas të dhënave të Instat, këtë periudhë inflacioni arriti në 3.9%, duke shënuar një rënje prej 0.3% kundrejt muajit të mëparshëm. Instituti i Statistikave ka vlerësuar se ndikimin kryesor në uljen e inflacionit e kanë dhënë çmimet e ushqimeve, ku indeksi i këtij grupi është ulur me 2.6%. Çmimet kanë pësuar rënje si për frutat ashtu edhe për perimet, si pasojë e furnizimit të tregjeve nga fermerët tanë. Ndërkaq rënje gjatë muajit qershor kanë pësuar dhe çmimet në grupin pije alkolike dhe duhan, veshje këpucë, qera, ujë, lëndë djegëse dhe energji. Ulje është konstatuar gjithashtu dhe në çmimin e karburanteve në masën 0.6%.